Atëherë Lenida kemi një lojë për të dalë te Lenida psikologe. Çfarë ka patur në mendje lojtarët kur kanë bërë këtë veprim? Dhe foton e parë kemi kafshimi më i famshëm në histori ndaj Kielinit që ka bërë pikërisht Luis Suarez. Çka ka menduar? Një nga kafshimet se ky ka kafshuar prapë. Një ndër. Ironike shumë e bukur, më pëlqeu. Tani teknikisht kafshimi është shenjë frustrimi emocional. Një person i cili nuk rregullon dot emocionet e tij, ka qenë ngjarja e tillë në këtë rast. Edhe sigurisht kërkohet një person i cili realisht nuk arrin dot të menaxhojë emocionet e tij, siç e ka treguar në raste të tjera Suarez. Dhe përdor kavitetin oral në këtë rast, që është një formë për të shpalosur, po themi, atë ankthin që mund të ketë. Nuk e di pse nuk përdor të këmbët e tij për të bërë gol, a nuk është për të shtruar spital gimiku im? Është i çuditshëm. E kritikuau shumë brapa. O vlla, ky dhe në Amerikë bëri prap, të MLS Po e di e ka parë. Ky e përsëri të shoh, ky është për burg. Që e ka pritur topin me dorë Suarezi. Tu shumë i ka bërë se për ekipin e vet. Botrori 2010 Dali topin me dorë Ghana Uruguay. Dhe më pas penalltia u humb. Tani fillimisht aspekti psikologjik i ndaljes së topit në mënyrë pa rregull nga Silvinho, nga Suarez, dhe më pas bua dhe aspekti psikologjik të atij lojtari që humbe penalltin. Shikoj, tani nuk është aspekt psikologjik i ndalimit, nuk është ndalimi i pavullnetshëm, në sensin që sa i pavullnetshëm është lojtari tjetër po ndonjë gjë. Dhe për ta kujtuar ndjes, vetëm një detaj vogël, shtesë doli duke qarë, por kur humbi penalltin filloi festonte. Po priti dhe pa, pra besonte që dhe mund të humbej. Priti e pa. Normal që mix emocionesh në këtë rast, se të ndodhin vërtet në futboll. Shiko, është instinkt, kur luan për një klub ose për një kombëtare që ti e përfaqëson, ke një lloj peshe të madhe emocionale, domethënë lojtarët sigurisht që kanë shumë po themi audiencën e cila është emocionuar, tifozët as nuk janë po themi logjik edhe ti kuptojnë edhe gabimet që mund të bëjnë, sepse ti mund të humbasësh një finale ose një ndeshje shumë të rëndësishme kualifikuese për kombin tënd duke bërë një gafë, dhe njerëzit tonë po ti paguesh, po ti supozohet që je profesionist, po supozohet që ke pushuar, çka ke bërë gjithë ditën. Edhe kështu që sigurisht në këtë rast, por janë edhe pak ekzibicionist lojtarët, domethënë kërkojnë të jenë në qendër të vëmendjes, dhe Suarez është një nga ata, është si puna e saj dorës së Zotit të Maradonës, kështu që ndonjëherë disa veprime mund të mos jenë të llogaritura paraprakisht, por në momente të caktuara edhe mund t'i bëjnë sepse e dinë që mund të ketë një lloj impakti tek audienca. Po pastaj kur humbet atë penallti siç e humbi ai i Ganës, sa të shkatron psikologjikisht, kur them shkatron. Edhe lojtari që humb penalltin edhe portieri në fakt që nuk arrin dot ta presi një penallti, pavarësisht se pesha është më e madhe tek lojtari, por është realisht shumë. Ne kemi provuar vetë në Shqipëri me penalltin 3 muaj pa gjumë tha madhe. Kështu që është realisht shumë, sepse ajo është një gjë që mund të ndryshojë jetën tënde si lojtar, se mund të bëhesh hero, dhe e dim shumë mirë që futbolli e ka këtë lloj aftësie për të bërë ty një person të rëndësishëm, jo në sensin e statusit apo diçkaje, po të jep disa emocione që ti ndoshta e mban mend një futbollist më shumë se ç'mban një figurë historike mend, apo një person që ka bërë një shpikje të caktuar për njerëzimin. Portierët thonë që kanë një dras mangut, nuk e di Dibu sa duhet të ketë që një 3 sepse e ka bërë ja 2-3 herë këtë. Pas botrori karakter, ky pëlqen si karakter mua, unë vdes për ta. Tani nuk mendoj të jetë okay në të gjithë qelizat e trurit vetë që ka bërë këtë gjë. Jo, nuk është sjellje e bukur mbi të gjitha, edhe sidomos kur kur fitohet shumë bukur, fituesi nuk diskutohet, nuk shahet, po nga ana tjetër ti duhet të kesh respekt, dhe loja këtë gjë të mëson që duhet të kesh respekt edhe për kundërshtarin, sepse mbi të gjitha ka bërë mjaftueshëm mirë gjatë gjithë kompeticionit sa të arrijë në finale. Ti mund të kesh pësuar gola, siç është në këtë rast, por ke edhe kolegë të tjerë të cilët ato dorez që ti po e mban në dorë e kanë përdorur për të mbrojtur panellën e kombëtares që kanë përfaqësuar. Kështu që është asocim pak i shëmtuar në këtë rast. Komentoj pak ti këtë madh, lutem. Kjo është ndihma që FIFA i dha Leo Messit në penallti nga ndeshjet e grupeve deri në kualifikuese, më pas mori trofeun. Kjo është ke parasysh ato projektet në shkollë që e bën punën 3 veta në projekt. Ja. Ka fol e fulosi, puni vë pik sa fjalie. Është fiks ai, tamam, pik, nuk kam çfarë them fare, foli shumë bukur. Ronaldo ndryshonte? Vlla, Ronaldo kur mori Europian ishte lojtari kryesor i Portugalisë në çdo ndeshje. Kush e bën deri në finale? Se Messi nuk kontriboi te kjo. Mos të përtasim këtu, të lutem shumë. Nuk kontriboi te finale? Për çfarë finale? Te finale do të rruga deri në finale. Ja, rruga fare.
Me 3 penalti ka bërë Messi. Mirë, e kam Elenitën tani se ti ta di mendimin. Shiko, Kërkoj ndjes. që ai është lojtar fantastik edhe që nuk mund të krahasohet me asnjë lojtar tjetër, domethënë të dy dhe Cristiano dhe ai janë dy shtylla që thjesht si dy dreca paralele që nuk miksohen, nuk i thua dot ky është më i mirë apo më i keq, por janë në të njëjtën linjë. Pastaj është çështje preferencë, çfarë natyre lojtari pëlqen. Unë mendoj që ai botrori i Argjentinës nuk ka qenë më bindsi. Unë nuk jam thash as tifoze Italisë, as tifoze e Gjermanisë aq më tepër, domethënë, por Gjermania ka qenë bindë se ty të mund të çdo ekip, ndoshta edhe po të krijoje një ekip 2014-ën me më të mirët e çdo kombëtare, prap do fitonte Gjermania. Franca ishte shumë bindse në 2018-ën. Kështu që kjo Argjentinë mua nuk më jepte atë idenë e pathyeshme. Ndoshta nuk ka humbur as më mbrapa, nuk po them se sigurisht që po ka pasur shumë luhatje që në fillim të kampionatit fillimisht një herë që I bëri spektakël Arabia Saudite. Më pas ka pasur vështirësi dhe me ndeshje tjera, edhe kështu që nuk është se ishte ajo triumfatore, si Spanja 2010-s që Falenderoj Kolomani, miku im se sot do çaje, po ç'ti bëj Kolomani, që nuk jashtron Mbappé katmajt. Falenderoj Dibu që e priti se ishte pritje. Kolomani ta shton katmajt Mbappé lart ishte gol. Po. Mbreti, Lordi, Perandori, kjo ka qenë finalja ka qenë Qetësou. Gjithfinalja me Atletico në Madridit. E mban mend si ndeshje? Po. Sigurisht. Pyetja ime këtu është një lojtar që merr kaq shumë dashuri dhe vëmendje nga publiku. Mendon që ndonjëherë kjo qendër vëmendje ndikon për keq, pra të gjithë presin prej teje të bësh diçka? Se ky është moment shërimi për atë. Po, e vërtet të thoja, është një lloj momenti pa që edhe po ta vini re dhe mënyra se si sigurisht ai ka grintën e vet akoma tani që luan Arabi, por ka një lloj qetësie dhe duket sikur po shijon këto momentet e fundit ndoshta të futbollit, fatkeqësisht për të edhe për neve që nuk do e shohim më, por në një moment ku ti ka arritur maksimumin, ai nuk ka arritur të fitojë dot një kupë bote, por teknikisht në Champions League mban emrin e tij edhe ka arritur shumë gjëra, kështu që është thjesht një të shijuarit e asaj çfarë po ndodh, çfarë ka shkaktuar ai, dalim prap tek ai lloj emocioni. Ma kanë bërë pyetje lojtarëve në fakt që si ndihet emocionalisht një lojtar kur gjithë stadiumi të thret emrin. Domethënë duhet të jetë shumë emocionuese dhe duhet të kesh një lloj karakteri të veçantë, flas nga ne njerëzit normal që bëjmë punë normale, që ndoshta s'kemi të bëjmë me të tjerë që na shohin si model ose si që të presin nga neve, po është frustrim shumë i madh dhe është shpesh shumë e madhe përgjegjësie që ti 100.000 njerëz që janë aty dhe miliona që çohin nga ekrani që ti lumturia e tyre se futbolli të sjell emocione, të sjell pozitivitet, të sjell lumturi, varet nga ajo çfarë ti bën me këmbët e tua. Tani, për të shtuar diçka, Patjetër. se ky lojtar i këtu jo vetëm është shumë i mirë në fushë, por dhe aspektin psikologjik ky e ka të frikshëm. Çite United pati shprehjen e famshme, your love makes me strong, your hate makes me unstoppable. Që në shqip është dashuria jote më bën të fortë, urrejtja juaj më bën të pandalshëm. Që tu besoj tregon çfarë lloj psikologjie ka ky lojtar i frikshëm. Absolutisht, ai punon shumë me veten e tij, edhe kjo të bën besoj unë të admirosh kushdo, edhe dikush që nuk është tifoz i tij, sepse nuk po merremi tani ka qenë drejt, ka qenë pa drejt, sa topatar ka fituar, sa raste ndoshta ka humbur etj, por në thelb një person i cili vjen nga asgjëja, se futbolli këtë gjë ka të bukur, ty nuk ka rëndësi se sa i bukur je, sa para ke, nëse je djali ose vajza e dikujt, ti nëse nuk ke talent realisht, me fat nuk ecën dot. Mund të ecësh me fat sepse dëmtohet ndoshta ylli skuadrës ose dëmtohen 3 portierë dhe ti je portieri i 4 edhe të bie rasti që të luash, po nuk zgjata shumë fati sepse klubi do blej dikë tjetër, do gjej dikë tjetër, por nëse je i talentuar nuk ja del dot. Por është presion kaq i madh sa të duhet që ti të punosh shumë me veten tënde edhe për të arritur që të jesh më i miri. Dhe foto e fundit që kemi, kjo është një mesazh ndoshta për botën e futbollit. Derbi me zjarrt, Milan-Interi atyre korave, tregon që edhe në momentet tensioni nga tifozëria, ndoshta lojtarët prapë mund të bashkohen. Është vërtet. Fuqia e futbollit pra. Eksakt. Dhe kjo vlen edhe për ne të Realit me ju të Barcelonës, që pavarësisht se ka ato 2-3 herë në vit që mund të ndeshemi, vazhdon që gjithë vitit, po të paktën ka momente. Ata Barcelonës s'marrin pyk hiç. Si mendon sa të ndeshja pa duar rezultat koke? Autorët e golave ndashtuajnë ndaç jo. Unë them 2-0. Një gol në pjesë parë, një gol në pjesë dytë. Bukur, pra. Parashikimi perfekt. Tani mund ta bëjmë mbylljen shumë të bukur, Flor. Jepi. Okej. Urojmë që 2 golat i shohësh nga afër, ti jesh atje.
Edhe faleminderit që ishe këtu me ne për gjithë këto rrëfime që dhe për lojën e bukur që bësh. Shumë faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi edhe unë ndjeva shumë rehat për të folur, se zakonisht jam mësuar të flas për gjëra të tjera profesionale, po të flas vetë si Lenida është gjë që ndodh shumë rrallë. Kënaqësia jona dhe dëgjohemi në suksesin ndaj Anglisë. Ándale.